partitë të tjera për të propozuar fillimisht dikë që të bëhet pjesë e komisionit, më pas edhe kanë refuzuar të marrin pjesë në votim për të formuar këtë komision që të vazhdohet tutje për të kaluar në votimin e fshat. E pyetur nëse janë duke bërë diçka, duke marrë ndonjë veprim në mënyrë që t'u ndrojnë mendjen partive të tjera deri tash opozitare, përkatësisht PDK-s, LDK-s, AK-s, edhe Nismës, por edhe disa deputetëve të partive që vijnë nga radhët e pakicave, që nuk e kanë pasur votën pro të tyre deri më tash. Ajo tha se në fakt kanë bërë gjithçka që kanë pasur në dorë si subjekt dhe se mbetet tashmë në domenin dhe në vullnetin e deputetëve të partive të tjera në rast se ata do të vendosin që të kalojnë në votim të fshat dhe më pas edhe nëse do të votojnë sërish zonin Haxhiu për krye parlamentare, meqense votimi i tyre në të kaluarën ka qenë kundër emrit të saj për këtë pozitë, duke cilësuar si në fakt një figurë përqarse dhe jo shumë e përshtatshme për të marrë këtë post në krye të kuvendit. Ne do të jemi këtu në pritje dhe të pjesëmarrëve të tjerë, në fakt deputetëve tashmë të betuar të kuvendit për të marrë edhe qëndrimet e tyre se si do të vijojë tutje tashmë seanca 19 dhe dihet që ajo çfarë është ndryshe nga herët e tjera është se kemi një deklarim të dëgjuar tashmë nga ana e kryeministrit në detyrë zot Albin Kurtit të dhënë një ditë më parë. Po, qëndresa kemi deputetin e vetëvendosjes zotin Muja, i cili është duke prononcuar këto momente, kështu që e kyçi me njëre, i kërkojmë falje ndoshta qëndresës që ndërpretën, por e kuptuam. Këto e loj fjallësh, për thëmë edhe njëherë, këto janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka gjaratëni, pse nuk e zgjedh atëherë kryetaren ose kryetarin e kuvendit. Andaj, më shumë është demagogji, është populizëm sa për të shpërlar vetveten, se sa për të bërë zgjidhje. Nëse janë gjaratëni deputet që janë të gatshëm ta zgjedhin kryetarin të cilin e ka propozuar lëvizja vendosje, atëherë mund të ndodhë. Ne shohim që nuk po ndodh dhe nuk janë ata numra. Për ato tema tjera, marrëveshje të tjera, e thash edhe një herë, por për përsëritje është në logjikën e njëjtë funksionimit të lëvizjes së vendosjes. Ishim pra me deputetin Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, partia e tretë me radhë gjatë këtyre zgjedhjeve të cilat ishin mbajtur me nënshkurt të vitit 2025, po vazhdon pra seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila është paralajmëruar në orën 11 dhe deputetët vetë se kanë filluar që të hyjnë brenda ekipet e Klan Kosovës, po vazhdojnë me qëndru dhe me marrë prononcime prej atyre të cilët natyrisht zgjedhin që të flasim për mediat, ka edhe prej tyre të cilët, si që përmendja dhe gazetari Flamuri, hezitojnë apo zgjedhin hyrjet alternative për të mos u përgjigjur dhe për të mos japur ndonjë informacion. Po. Është 10:39 ora, jemi në emisionin Kontaktus Folmarin, por jemi edhe me pamjet, momentalisht po ishini në Kuvendin e Republikës Kosovës, edhe pse është e parapamjet seancat fillon orën 11, që mi bjen 20 minuta, sala është e spras, edhe me këto pamje, ndoshta Artina pak me komentu prej herave të kaluame, pak ma kështu komunikus, po më dokën këta ish ministrat edhe deputetet e partisë këtë që e kanë shumicën të lëvizjes së vendosjes, sepse patëm zotin Batieri, zotin Peci, edhe kandidatën e cila që 18 herë dështoj të zgjidhet zonjën ish ministre. Po, tashuari, A është kjo një shaj që ndoshta kanë fillu me lëvizjenjet, apo... Dua të jam skeptike, nuk dua të jam ndonjë përgjigje. No comment, Po raportojnë atë se çfarë po shohim, por nuk po jam ndonjë